Duhet të më trajtojnë njësoj si të gjithë fëmijët e tjerë. Duhet të kemë një shtëpi. Duhet të kemë çdo ditë për të ngrënë dhe të vishëm pastër. Kjo vajzë e vogël nëpërmjet kësaj letre kujton bashkisë të drejtat e fëmijëve duke kërkuar ndihmë për arsimimin dhe uljen e paragjykimeve ndaj kësaj kategorie. Në këtë tryezë të përbashkët me fëmijët të rom, një pjesë e cilëve vazhdon shkollën, por ka shumë edhe nga ata që ndodhen në situatë rruge. Kryebashkiaku Lulzim Basha thotë se ndihma ndaj njerëzve në nevojë është pika e parë e punës së tij. Natyrisht një rol të veçantë kanë prindërit këtu. Sepse një situatë më e mirë e prindërve do të thotë një situatë më e mirë e juaj, apo jo? Prandaj, për të ndihmuar ju, ne do përpiqemi për të ndihmojmë edhe prindërit. Në radhë parë, duke rritur shanset e tyre për punësim. Ndërsa përfaqësuesi UNICEF në Shqipëri, Detlef Palm, tha se familjet e varfra gjenden rrugëve duke u bërë dhe viktima të dhunës. Mosbarazia më e madhe mes të varfërve dhe të pasurve shihet qartë në qytet. Për shkak se familjet janë të varfra, fëmijët detyrohen të punojnë në rrugë, duke u bërë viktima të dhunës. Prandaj duhet që kryebashkiaku t'i vendosë fëmijët të parët në agjendën urbane. Basha ka pyetur fëmijët për shqetësimet që ata ndeshin në shkollë dhe në shtëpi, duke thënë se do të kujdeset për të luftuar analfabetizmin dhe për t'i regjistruar këta familjarë rom.